Ish kryeshefi i Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagip Krasniqi dhe Jusuf Zena, janë deklaruar sërish të pafajshëm. Krasniqi, që akuzohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe zbulim të fshehtësisë zyrtare, në fjalën e tij hyrëse në seancën e së njëjtës, e cilësoi aktakuzën ndaj tij si tendencioze. Me aktin e arrestimit tim dhe mbarjen e përkushtimit të 5 muajve, në fakt ka bërë dënim vërtetim. Kemi me tjetër rast të tjera për aktakuzën ndaj zyrtare publike për keqpërdorim të detyrave zyrtare dhe nuk ka pasur arrestim. Kjo tregon se çfarë pozicion dhe çfarë tendence ka pasur prokuroria e rastit. Por prokuroria e rastit Fikrije Zejnullahu tha se ekzistojnë prova që do të vërtetojnë fajësinë e të akuzuarve për keqpërdorime në KEK. Kanë keqpërdorur detyrën zyrtare në atë mënyrë që duke shkelur të gjitha rregullat e ligjit të prokurimit publik, kanë bërë marrëveshje me operatorin ekonomik Litvin S.A., ashtu që gjatë zbatimit të kësaj procedure të tenderimit, u kanë shkaktuar dëm operatorëve të tjerë, që do të thotë se u kanë kufizuar barazin e tyre. Edhe Zena, që akuzohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale keqpërdorimit të detyrës zyrtare, i mohoi pretendimet e prokurorisë. Ai deklaroi se kontrata nuk është zbatuar dhe se KEK-u apo ndonjë palë tjetër nuk është dëmtuar. Sipas aktakuzës, Nagip Krasniqi në cilësinë e kryeshefit të KEK-ut, Ymer Dragusha në cilësinë e ushtruesit të detyrës së drejtorit të zyrës së prokurimit dhe Jusuf Zena si përfaqësuesi i kompanisë, Recep Zeqiri Zena akuzohet se me veprimet e tyre i shkaktuan dëm buxhetit të shtetit rreth 37 milion euro. Sipas organit të akuzës, ata kanë tejkaluar kompetencat duke i mundësuar përfitim operatorit ekonomik Lehduin. Edhe në seancën fillestare të mbajtur me 7 shkurt 2025, Nagip Krasniqi dhe Jusuf Zena ishin deklaruar të pafajshëm, ndërsa Ymer Dragusha arriti marrëveshje për pranim të fajësisë me prokurorinë. Aktakuza e prokurorisë speciale është ngritur me 30 dhjetor 2024. Nagip Krasniqi po gjykohet edhe për një rast tjetër në KEK.